Pak ditë më parë në Shqipëri bëri buj lajmi se volejbolistja e Dinamos, brazilianja Nayara Ferreira, ishte pezulluar dhe nga ana e Federatës Shqiptare të Volejbollit ishte kërkuar që ajo t'i nënshtrojë një test gjinie pas ankesës së vllaznisë dhe Pogradecit. Një ngjarje e tillë është e paprecedent në sportin shqiptar dhe vetë 32 vjeçaria është ndjerë fyer duke u ankuar në shoqatat e të drejtave për gratë apo edhe në ambasadën e Brazilit në Tiranë. Vetë Nayara Ferreira ndihet e fyer dhe diskriminuar duke kaluar një shok psikologjik. Veç testit te ginekologu, asaj u kërkua edhe testi i gjinis, pa çka se ka luajtur më parë në Spanjë, Çeki, Portugali apo edhe Finland. Në lidhje me këtë situatë ka pasur reagime të ndryshme teksa klubi i volejbollit Dinamo është dërguar drejt disiplinës. Sipas një njoftimi nga Federata Shqiptare e Volejbollit, disa drejtues të bluve do hetohen për deklaratat në media apo kanalet e komunikimit. FSHV thotë se është duke trajtuar rastin sipas të gjitha specifikimeve statutore dhe në bashkëpunim të ngushtë me Koksh dhe organizmat ndërkombëtar. Federata Shqiptare e Volejbollit po ndjek me shqetësim zhvillimet e fundit që lidhen me zonjën Ferreira dhe dëshiron të informojë opinionin publik si dhe të gjithë të interesuarit se FSHZ disponon të gjithë dokumentacionin dhe korrespondencën përkatëse me ekipin Dinamo Volley, ndërkohë që është në pritje të përmbushjes së detyrimeve përkatëse ndaj komunitetit të volejbollit në lidhje me zgjidhjen e këtij rasti. Federata garanton se do të veprojë me transparencë të plotë në çdo hap të ndërmarrë gjatë këtij procesi, por njëkohësisht shpreh shqetësimin për përdorimin e këtij rasti, i cili është tërësisht sportiv, si pretekst për shkelje të drejtave të individit apo të komuniteteve të caktuara. Federata Shqiptare e Volejbollit ka zbatuar me rreptësi të gjitha procedurat ligjore dhe statutore në bashkëpunim të ngushtë me Kokshin dhe partnerët e saj ndërkombëtar. Bordi drejtues i Federatës ka referuar pranë Komisionit të Disiplinës rastet e fyerjeve dhe intimidimeve publike të bëra nga disa eksponentë dhe drejtues të shoqatës Dinamo në media dhe rrjetet sociale. Federata u bën thirrje të gjithë aktorëve të përfshirë që të vetë përmbahen nga deklaratat të pavërteta, dezinformuese apo dashakeqe, të cilat dëmtojnë partneritetin dhe bashkëpunimin institucional midis palëve. Federata Shqiptare e Volejbollit rikujton se është organi i përgjegjës për mbarvajtjen, zhvillimin dhe organizimin e volejbollit në Shqipëri dhe siguron të gjithë aktorët e përfshirë se do të vazhdojë të zbatojë me përpikmëri të gjitha detyrimet statutore dhe ligjore, thuhet në reagimin zyrtar të Federatës Shqiptare të Volejbollit.